Sot janë bërë 28 vjet nga rënia e heroit Luan Haradinaj në njërin prej betejave të para të UÇK-s kundër forcave pushtuese serbe me 6 maj 1997 në kufirin e Shqipërisë. E kryeministrin e detyrë Albin Kurti e ka përkujtuar Luan Haradinaj në 28 vjetorin e rënies së tij. Kurti e ka quajtur Luani gocimtar dhe trem. Gocimtar dhe trem ndonse në një moshë të re, student e luftar, jeta e tij ishte e ndarmë mes zjarrit dhe dijes dhe zjarrit të luftës. Luani mbronte shokët, e mbronte atë dheun, e luftonte për liri. Aksionet e tij guerile kundër policisë serbe kanë qenë të panumërta, sepse në mendja e zemër kishte atë dheun e dashur dhe gëzimin e lirisë. Bashkë me të gjithë ne, ka thënë Kurti.